lind në Vlorë në 15 tetor të 1958-ës, mas 2 motrave, jam vëlla i vetëm, mas me ka lindë një motër tjetër, jam mes 3 vajzave. Familja ime ka qenë familje thjeshtë, domethënë në punë s'ka qenë babai edhe mamaja. E kam pas shtëpi në Vrenes, sepse si simbol kemi pas orën, saatin që është në Vlorë përballë, kemi qenë në një ndërtesë që ishim 5-6 familje, me një taracë të madhe dhe ishim shumë fëmijë, që loznim, vënim dhe aty në taracë, në ato më kujtohet, me motrat, me çunat e tjerë që sepse ishin të shkartisur dhe kishim fëmijë. Edhe gocat e tjera luaja volejboll ke ato telat që kishin shtrirë prindrit tan për të ndër rrobat siç ishte, për të thënë dhe merja dhe luja sepse kam pas përveç qefit portierit, i kam pas qef dhe sportet e tjera. Jashtë kam qenë fëmijë i qetë në shkollë në këto, kurse në shtëpi isha një çik nga që isha i llastuar edhe nga që kisha qef topin, domethënë, e ktheja shtëpinë përmbys. Dhe kur e kujtojnë gjithmonë, e kujtojnë prindët e mi kur vinin në shkollë që bëhesha i takim me prindit, thoshin ua, thot e ke çun të urtë, sa thoshin ta keni në shtëpi ju këtë. Por gjithmonë ka qenë ajo prioritar, ka qenë topi. Në çdo moment nuk e di as vet pse më lindi dëshira për të bërë portier, se topin çdo fëmijë ka qef. Domethënë, as vet se di pse, sepse në ato periudhë kur kam qenë unë fëmijë, s'ka pas as televizor përveç radiove që dëgjonim ndeshje dhe majmën nga interpretimi që bënte Ismet Bellova në kronikat kur luheshin ndeshjet e futbollit dhe unë imagjinoja lojën e portierit, se si hidhej, domethënë kur thoshte Ismet Bellova i famshëm që fluturoi, bëri kështu dhe unë mundohesha të fluturoja në ato minderet që kishim në shtëpi me drasa, ose ke susta që ishte krevati i prindërve, që e bëja cope më rifnin, përplasja topin në mur, ose kur s'kisha idhja, kishim një stëqe të vegjël e idhja kështu dhe imagjinoja dhe fluturoja. Ja kjo përplasja topin në mur kur kisha top, që na binte ndonjëherë në pako një top. Pyetja im domethënë se rrallë të kishe mundësi të kishe një top. Kanë qenë topa 5 vjeç që ishin me edhe mund ta blinin prindit, po prindit i kam pas anti-sport. Nuk e kam pas qef sportin, po kur binte në pak, ose ka rënë një 2 herë topa dhe ajo ishte lumturia me madhe, kam pas qenë ca topa çek, 250 lek, ishin pak më të mëdhenj, me material më të mirë. Dhe me ato, kur s'kisha ato, më thash me jastëqe, kisha jastëqe të vegjël që i kishe bërë gjyshja me të zgja e kështu, dhe merja ato dhe idhja mrapshe dhe fluturoja dhe unë. Në shkollë kam luajtur, pastaj merja pjesë, sepse kur ishim në shkollë në 8 vjeçare, bëheshin spartakiadat midis shkollat 8 vjeçare të qytetit Vlorës, merja pjesë në atletik, kërcim si gjati, merja pjesë në basketbol, në volejbol, dhe këto i kam luajtur, edhe më kanë ndihmuar shumë për rolin tim të lojës portierit. Dhe luaja kur isha në klasë 5, që diferenca ishte e madhe, sepse zakonisht lunin klasa 8, sepse fiziku më i madh. Dhe më merrnin dhe mua, majmën nga marrë në klasë 5 edhe në volejboll edhe në basketbol, dhe më dukej vetja kështu i privilegjuar në atë kohë. U zgënjeva sepse para se të vija në shkollë Skënderbeu, kur kam marrë klasën e 8, kam konkuruar ke mjeshtria sportive asaj kohe. Dhe ishte nga sa kishe filluar, ishte Shkëndia e famshme, kishin dalë futbollistë si Vasilaj Zëri, Agron Sula, Leonida Çuri, Petri Gjoni e shumë brezi tyre. Edhe si fëmijë, si çdo fëmijë tjetër, domethënë dëshira ishte që të vente ke shkolla e mjeshtrisë.
fati, u zgënjeva shumë, por ai ishte fati im i mirë, se mase atje s'do kisha shumë hapësirë, varet kush do më hapej. Sepse përpara me ishin dhe portierë tjerë, ka qenë Lada Jazi, ka qenë Arjan Hoxha, Ili Luarasi, Pandi Sara, portierë shumë të mirë që dhe mrapa bën shumë karrierë, por varet se unë isha mosh më e vogël. Dhe përfundova shkollë Snerbej, thanë shqyr prindrit që si doli atje dhe më prun shkollë Snerbej, se thanë shkollë ushtarake do heqim nga topi. Si quni vetëm se ishte ajo mentaliteti që topit le top pa shkollë. A ishte fati im që përveç se mu hap rruga shumë shpejt që 17 vjetë shkova në ekip të parë, por dhe gjatë saj kohë jam stërvit dhe gjeta kushte në të gjitha drejtimet, kushtet e stërvitjes dhe kushtet ushqimore. Se i kishte gjithmonë dhe ushqimin në shkolla Snerbej ka pas shumë të mirë, sepse që të stërvitesh mirë duhet dhe të ushqesh mirë. Dhe ishte fati im pastaj mu hap si me dorë dyert. Që në moshë 17 vjeçare, vajta ke ekipi i parë dhe një njoftit përbashkët familjare që të rinë, do të them, do më që në mosh ku ka marrë në Tiranë. Takoheshim shpesh sepse kishte të bënte atje ku kisha unë motrën të martuar, kishte të bënte me njeriun e tyre. Dhe më njoft fillimisht që të vegjël, pastaj u krijua dashuria dhe përfundoi në martesë. U martuam në 84-ën. Në dhjetor 84-ës ka lindur Aulona, e kam qikujtes sepse 2 javë më mrapa, mas lindjes Aulonës ne kemi fituar 2-0 me Belgjikën, me kontaren. Mas 5 vjetësh, 4 vjetë e gjysë, erdi fëmija tjetër, goca e dytë Kledja, 89-ën. Them që janë rritë, jemi përpjekur që të rrisi me ato kushte, në atë periudhë ka qenë në kushte të vështira, jemi përpjekur që të rrisi mirë, sepse unë kam pas disa privilegje, me thënë drejtën, krahasim me popullatën, me popullsinë e sepse ne kishim një trajtim, unë gjeja një ushqim më tepër se që mund të ishte, sepse dihet vështirësitë që ishin në atë periudhë, domethënë dhe në artikujt ushqimor. Tash s'du të përmendim sepse si çdo prind edhe unë, pasaj kohë jemi quar gjithë për të marrë 2 kg qumësh që në 1-2 mëngjesit zinim radhën, dhe nëse do arrinim, sepse aq arka 4 arka vinin. Po janë gjëra që çdo prind e bën për fëmijën e vet, edhe nuk quhet sakrificë. Unë e quaj e ndjehet detyrim edhe kënaqësi. Unë në shkollën Snerbej gjeta kushte ideale, gjeta një trajner të përkushtuar si që ishe Sherif Qiqiku, që ka qenë një nga njerëzit kryesor në karrierën time sportive, mos them më kryesori, sepse ai në atë periudhë kishim dhe trajner dhe prind që interesoj për mësimet, sepse ishte brenda aty, ishte punojës në shkollën Snerbej, kishte edhe ekipin e shkollës Snerbej. Ishte i angazhuar për të gjithë ne, për të marrë më të mirën e mundshme. Ishte një trajner, përveç se ishte punëtor, ishte edhe një seleksioner shumë i mirë që kishte aftësim për të kuptuar talentet e lojtarëve. Sepse nga shkolla Snerbej s'kam dalë vetëm unë, kanë dalë shumë futbollistë nga dora e Sherif Qiqikut, them Artur Lekbello, një kolegu im tjetër, Arjan Ahmetaj, Aziz Qeqo, shumë që kanë luajtur në kategorinë e parë të asaj kohe, kanë luajtur deri me të rinjtë e Partizanit,
Shkëlqim Ullaj, e shumë të tjerë, të më falni për si përmend gjithë emrat, por thash, ka qenë si rjedhoj e punës së sherifit, pasionit të tij, dhe ne patëm fatin që të ishim me atë trajner dhe fatin që ish vajtëm në shkollë Skënderbej. Pse thash, fati jo gjithmonë atje ku e kërkon të ndjek, dhe atje ku ti e mendon që unë se kam dëshiruar, domethënë se si çuni vetëm dhe rregullat e shkollës Skënderbej siç ishte dhe ushtria, sepse llafi i ushtrisë është rregull e disiplinë, por që tash më mbrapa i kam kuptuar që më ka ndihmuar shumë në të gjitha dhe brenda lojës sportit, sepse edhe sporti pa rregulla, pa disiplinë, dhe në pjesën teknike, taktike ka ca rregulla si ushtria. I ka marrë nga ushtria. Shkolla Skënderbej kishte jo vetëm futboll, ka qenë fidanishte, furnizuese kryesore për ekipet e moshave dhe më mbrapa pastaj të ekipeve të para, të jo vetëm të futbollit, por të shumë sporteve, të basketbol, volejbol, peshngritje, mundca. Në të gjitha llojet e sportit, nga shkolla Skënderbej kanë dalë lojtar që kanë vajt në ekipet e para, kampion, me emër të mëdhenj në të gjitha sportet. Mua më ndoqi dhe mua fati të bëhesha pjesë, sepse duke qenë pjesë e shkollës Skënderbej, thash ne ishim ekip zinxhir për moshat dhe në moshën 16 vjeçe shkoj ke ekipi të rinjve. Si shumë shok të mi që ishim brenda ekipit të Beksave. Dhe lujta me ekipin e të rinjve. Pavarësisht se dhe atje nuk luajta shumë, sepse ishte mosha, ishte një portier tjetër që ishte para me, që se luhet me datëlindje gjithmonë ashtu si edhe sot. Dhe në momentin kur më erdhi në moshën 17 vjeç, kam luajt ke të rinjt dhe kam luajt një 3-4 muaj, jo më shumë, sepse mua për ndyrë pastaj ekipi parë ngeli pa portier, që ishte viti 76, iku Janikaçi, i madh, iku Bashkim Muedini, ish portieri i ekipit kombëtar dhe ai, një portier shumë i madh. Dhe më morën mua, domethënë nga të rinjt, sepse s'kishte ngeli vetëm një portier. Arjan Hoxha, dhe ai një portier që vinte nga Shkëndia, e famshme atyre viteve. Dhe ndeshja e parë ka qenë me Dinamon, në këtë stadium këtu ku jemi, ka qenë besoj javë e parë e shkurtit, ndeshje e dytë e fazës 2, dhe është ere parë që unë vete ke ekipi parë, se vija nga të rinjt dhe quhesha i federuar edhe për ekip të parë. Porta i është besuar një djali i të ri në moshë, por që kishte marrë eksperiencën e 2 kampionateve, edhe pse ishte rreth 20 vjeç. Erdha Perlat dhe Partizani më bëri Musta. Bëhet fjalë për yllin e sapolindur, Perlat Musta, i cili vijoi traditën e portierëve të famshëm të Partizanit. Dhe që nga ajo kohë pastaj ngela pjesë e Partizanit, por nuk hyra asnjëherë gjatë asaj faze të kampionatit. Isha një fëmijë 17 vjeç, 17 vjeç e gjys, duke u rritur. Dhe mbasi marron kampionati, 5 qershor ka qenë, i 76-s, Partizani bën një ndeshje me një ekip kines të ushtrisë, një ndeshje miqësore në këtë stadium këtu. Dhe ishte fati im që ai ishte një ekip i dobët, që nuk ngacmonte shumë para. Për 20 minuta Partizani bëri 4 gola dhe unë ka qenë një stol këtu, sepse si ishin bakinat, ishin stolat kështu të gjatë edhe uleshin gjithë, dhe unë isha afër trajnerit. Dhe shikoja që zbrisni nga këtu sipër, disa që më mrapa i kuptova që ishin shoqërues të këtyre antarëve të byros që po shifshin ndeshjen, edhe i thonin Lorës mos bëj më gola, mos bëj, i thuj. Po si mund thot një trajner ekipit që mos bëj më gola kur është. Nese, se ashtu e kuptonin ata dhe marroj pjesë e parë, thot mua hajde zhvishuj që të bësh nxemje për të hyrë pjesën e dytë. Dhe gjatë kohës që po ndëroja uniformën, që bëhesha gati për nxemje, e dëgjoj të madhin Loro Boriçi, se ishte trajneri
atë kam pas trajin e parë ke ekipi Partizanit, ai më ka marrë. Edhe i thot djemve brenda çunave, i thot çuna tash i 4-0, qarkullojmë topin, se sot do trajneri mos bëni gola se duan ata. Edhe thot mua dil për nxemje, bëra nxemje, unë po prisja. Filloi pjesë e dytë, prisja të më fusë dhe po rija këtu. Shkalun asnjë 4 minuta, merr një top, mund shfaguja nga këtu. Triblonja 7-8 veta, bën golin e 5, në atë moment ndalon lojën, se ishte ndeshje ndaluar që do fillonte masi hyri goli. Ndërim, thot Lora, edhe heq një 6-7 veta që ishin çuna të rinj. Që ke parasysh, kurse në këtë kohë ndroi dhe mua, ndroi portierin që ishte dhe më futi mua, se isha e fëmijë i vogël edhe mund të haja golin më kollaj. Edhe la 3-4 lojtarët e vjetër, Astrid Ziun, Safet Berishën, Gjeri Thakën, Mitat Shehun. Dhe që ishin e kuptonin ata, filluan toleronin. Futën dhe si puna ime hynë edhe 6-7 lojtarë të rinj që ishin, sa kishin vajt ke ekipi i parë, kuptohet emocione dhe normale ata filluan të vinin përpara, të godisnin portën dhe aty ishte fati im që duke godit portën ata unë çfaqa pastaj aftësitë e mia, nga kjo porta këtu ka qenë, nga jugu stadiumit, nga i themi ne i theshin nga Sahati, se këtu ka qenë nga kodra e liçenit, kurse kësaj portës tjetër i thonim nga televizioni. Kështu ishte e ndarë. Dhe mas asaj ndeshje ajo ngeli, domethënë, nga që bëra 3-4 pritje të bukura që u dukën, e ashtu ngela. Mas asaj nga i moment deri në 96 kam qenë pjesë e Partizanit, përjashto ato 2 vjet e gjys, ta quajnë Rumani. Por që ika nga Partizani, prapo kreda ke Partizani, jam pjesë e Partizanit edhe kjo është edhe pjesa e karrierës time, domethënë që edhe kur e kujtoj sot më duket si një hëndër, kam qenë me gjithmonë, jam unë ai që më vlerësojnë me kështu se them sinqerisht, asnjëherë njeriu se kupton. Skuadra pëson më pak se kushdo, e shënon më shumë se kushdo. Musta përdor drynë special për të mbyllur portën. Mbrojtja është solide, e element të rinj si Eksarko, hidhen pa frikë në sulme, kontribuojnë me krosime nga krahat. Mesfusha është Chelsea, ku Ilir Lame shkatron e ndërton fuqishëm, e ku Ragami e Ballgjini formojnë treshen e musketierëve të pathyeshëm. Unë për herë të parë jashtë kam dalë me vllaznin. Ishte viti i dytë që luaja në elitën e futbollit shqiptar. Isha 18 vjeç, ku më vjen një ftesë, e maj mend kam qenë në orën e kimis në shkollës Nerbej, në gjimnas, kur vinë më thonë, e kërkon komandi shkollës Perlatin, thash qa ka bëva ki, vete më thonë mua do vesh të vishesh civil, e duhet paraqitesh ke Ministria e Arsimit. Bajta në klub atje ku i kisha robat që majet ke dhoma civile. U vesha kush vete ke Ministria e Arsimit, aty gjej Surstarovën, dhe ai ka qenë kontakt i parë. Pavarësisht pastaj më mrapa u bë erdhi ke Partizani, po s'kisha kontakt. Ai futbollist ishte me Shkëndin, ishte kapiten, po s'kisha kontakt. Dhe ai ishte kontakt i parë me Surstarovën dhe me Ardian Arën, një ish futbollist i Vllaznisë, është bërë për Ahmet, është i varfër, ka ndërruar jetë. Një ka qenë një nga talentet e futbollit shqiptar, Ardian Ara, ishte nga që ishte Shkodran, e kishin kërkuar dhe atë përforcime, thotë jemi përforcim. Mu më duke vetja kështu se isha 18 vjeç. Zakonisht përforcim merrnin lojtarët që kishin një karrierë më të madhe, kishin bërë emër, unë isha në fillimin, thash, sa kishe filluar viti i dytë, që unë isha në elitën e futbollit shqiptar dhe nuk e besoja veten. Si një fëmijë 18 vjeç, ajo ka qenë herë e parë që kam dalë jashtë shtetit, kemi luajtur për Kupë Ballkanike. Për herë të parë kemi dalë në Titogradi asaj kohe, quhej me ekipin e Budućnosit, sot quhet Podgorica, dhe kemi fjet në një hotel që edhe sot e ka emrin Podgorica, nuk e din nëse keni qenë. Atje kemi fjet dhe
më duke këshu, si ëndër, kur kaluam, që një gjysore është Shkodra kur kemi dalë atje më duke si bot tjetër. Dhe me e bukra është që bjeta që na dhanë ishte 28 dinar. I asaj kohë dhe me 28 dinar mund të blije vetëm 2 par çorape. Dhe them këtë për të qeshur, se kur e mendoj, do me thënë, po se kisha unë kënaqësia ishte që dola jashtë shtetit. E ke parasysh edhe kjo ka qenë prill, më duket i 77-ës. Përveç kënaqësisë që kishim, që do dinim jashtë, ishte një kënaqësi momentale, po ishte edhe një hall i madh e dalme jashtë shtetit. Çdo kush mund thotë shijore ç'është ky që thot hall i madh. Hall ishte sepse përveç kënaqësisë, hall ishte që ti veje jashtë, po kur të ktheheshe, si doja përplotësoje kënaqësinë njerëzve. Kishe njerëz të familjes, njerëz në shkollë, në pjesë të ndryshme të jetës, edhe kujtonin të gjithë, prisnin se ç'a do sillje. Po kur të thash 28 dinar që blie 2 par çorape, dhe faktikisht se unë isha fëmijë atëherë dhe nuk as më shkonte në mend as mamante që të merrja në një lek, sakrifikoja. Dhe ka marrë vetëm me 2 par çorape ka marrë. Kur kam dalë për herë të parë. Ishte siklet. Dhe sikur të njerët, po të merrje lek, kishte siklet si do i kaloje. Se të kontrollonin, kishe raste jo gjithmonë, por në pjesën më të madhe na bënin kontroll të imësishëm. Domethënë në detaj, në çdo pjesë të trupit. Po të merje kishe frikë se po t'i kapnin fundi e mburg. I kaloje të blije, thoshin ku i gjete lekët. Prandaj që ishte edhe kënaqësi dhe hall e dalmja jashtë shtetit për ne. Kam pas një incident që më kanë mbajtur ca lek, po fati ishte që nuk treguan. Edhe kur erdhëm u kthym në Shqipëri, nuk treguan edhe shokët e ekipit. Ka qenë 86-ën me ekipin kombëtar, shkonin për Austrinë në anë të Otit, po nuk kam qenë shumë i shquar për kështu, për tregtinë e për këto. Edhe pavarësisht se isha dhe kapiteni i ekipit kombëtar në atë periudhë, mas ikjes Mujos, nuk jam shquar, nuk kam qenë i aftë. Edhe biles mora më qaf edhe një futbollist të Partizanit, Bez Bilalin, po ishte edhe në kombëtare, që mora përsipër të fshija lekët. I vura sepse iknim nga Shkodra, zakonisht kjo ishte rruga që bënim Shkodër, Titograd. Dhe aty pastaj hypnim në avionit për Beograd, pastaj shpërndaheshim. Dhe i vë në fund ishte një sedile e lëvizur kështu e i vë atje poshtë, edhe lekët e mia dhe të atij. Për atë kohë një shumë e konsiderueshme. Domethënë ja $300 sotëm të mijat edhe ja 400 të atij, me gjelat për kthyer. Do t'i dolën ata kishin marrë kështu edhe me çelës, se i majmën çelës papagall duke kontrolluar, pa ajo ishte edhe lëvizshme, kapën vetëm lekët e mia dhe të këtij. Po nuk e dinim. Hikëm ne se s'është e na i kapën, se po na kishin kap trup, ishin burg. U kthyem nga Rinasi, dhe në moment kur kemi ardhur për të dalë, para se dilim, ka qenë një oficer i Ministrisë Brendshme që na merrte çdo lojtar, i thoshe ku je ul ti, kush ishte ul atje në fund kë. Të njëjtat pyetje më bën dhe mua. Nuk e di, thosha unë se isha para, se kam kthy kokën mbrapa, kush ishte më mas meje. Edhe e njofta pastaj më mbrapa ishte njëri i vjeri tim ai, më mas demokracisë nuk tregoj njeri, tha. Dhe ky ka qenë fat, domethënë që se po të kishte thënë njëri se varej se mund të si dijej si do kishte përfunduar. Mund të isha dhe unë si Rametliu i varfër, ish futbollist i Tiranës, një nga më të mëdhenjt. Skëndera Lili i kapën 3 ora këtu, që si kur u kthye. Dhe për asaj e futën në burg, i dogjën ka qenë nga futbollistat më të mëdhenj, më të mirë, thonë, se ai ka qenë brez i Panajotit, një brez para me, se ka marrit. Për 3 ora i prishën përveç futbollit e futën në burg, që në atë kohë të fusin në burg, prishën familjen të gjitha.
të jemi sinqert, ëndra ime është realizuar dhe shumë biles, sepse të ishe ke Partizani në atë kohë, dhe sidomos në ekip kombëtar për një periudhë kaq gjatë sa kam luajt, për mua ka qenë ëndër jo e realizuar, po super. Më duket, prandaj them, më duket sikur prap jam në ëndër që kam qenë, por me këto ndryshimet, me ato që shifshim, por ne e kishim të brumosur dhe në trurin ton që pavarësisht dëshirë që mund të kishim, thoshim të jemi dhe e dinim që nuk mund të arrinim atje. Sepse ishin kushtet e tilla, pa si çdo futbollist, kur shikonim dhe luanim me këto ekipet e mëdhaja, jo përveç përfaqësuesës, po edhe me klubet që luanim, sepse Partizani, unë kam pas fatin të luaj, të marr pjesë 3 herë në Champions League me Partizanin, edhe një herë në Kupa, 2 herë në Kupash. Po që kemi luajtur me ekipet nga më të mirat e Evropës, siç ishte Celticu, siç ishte Austria e Vienës, që ishin në atë periudhë njëra kampione, tjetra në kampione e Malmö, ishte në kampione e Evropës në Champions League, atë vit që kemi luajtur në 80-ën. Benfica në kampione, domethënë ekipet nda, po kur shikoj Bayernin, që unë kam qenë dhe tifoz i tyre, na dukej shumë larg, të themi të vërtetë, po thonim, po e dinim që s'realizoi kur një dëshirë e tillë dhe një ëndër. Prandaj nuk e ndërronim atë, se e dinim që ishte vetëm po të aratiseshe, po ishte problemi që do i japnim probleme familjes, dhe prandaj kemi qenë gjithmonë e kemi edukuar trurin tonë që sa arrim dot atje. Por duke bërë pjesë e Partizanit, detyrimisht me ndeshjet e mia të mira që kisha bërë gjatë kësaj periudhe, unë fillimisht kam kaluar ke ekipi kombëtar U21. Sepse në atë periudhë kombëtarja e madhe nuk luante, ishte e dënuar dhe ka filluar në vitet 80 përsëri, sepse nga 74 deri në 80-ën ka qenë e dënuar për rezultate jo të mira në këto ndeshjet eliminatore. Por ekipi Shpresa dhe në Kupë Ballkanike ne merrnim pjesë. Ka marrë pjesë tash me Vllaznin për herë të parë në Kupë Ballkanike, ndeshje zyrtare ndërkombëtare. Pastaj mori pjesë Partizani një vit mbrapa, se bëhej çdo vit Kupa Ballkanike midis ekipeve. Kam luajtur me Partizanin. Kemi luajtur kundër Janinës edhe Rijekës, të ish Jugosllavisë. Dhe gjatë kësaj kohe luajta dhe u grumullova me ekipin kombëtar U21. Në 77-ën bëhej kampionati ballkanik i moshave U21 ekipit kombëtar Shpresa. Dhe u grumullova dhe kam luajtur ndeshjen e parë, kam luajtur në Shkup kundër Jugosllavisë, kemi dalë 1-1, sepse ishte me sistem me 2 grupe, dhe kush dilte i parë në çdo grup, ishin 2 grupe, ne merrnim pjesë me Jugoslavët dhe me Grekët. Kemi fituar këtu me Jugoslavët dhe barazuar atje. Kemi fituar me Grekët atje 1-0 dhe kemi fituar edhe këtu me Grekët. Dhe dolëm të parë dhe luajtëm mas asaj nga grupi tjetër, që ishte Rumania, Bullgaria dhe Turqia, doli Rumania. Dhe kemi luajtur në finale me rumunt, kemi bërë ndeshje në Bukuresht, stadiumi Republika, ku sot është ngritur pallati i Ceaușescut, aty ka qenë stadiumi Republika. Ka qenë në 78-ën, nëntori 78-ës. Jemi mundur 3-1 atje. Ka qenë një ditë e ftohtë shumë. Ne s'ishin përgatitur, sepse tereni kishte zënë akull, kemi luajtur si në patinazh akull, dhe s'ishin përgatitur për ashtu lloj tereni, dhe ishim me atë taka, i quajmë ne, pjesa e thumbit që man këpucën, ne i shkurtuam bilet, sepse duke qenë e fortë e ngrirë, ato sipërfaqja e saj takës e thumbit u hap më tepër, dhe
ne bënim patinazh, kurse ata e luajtën me taka me maj që ngulej, sepse e dinin e kishin. Fakti jemi mund 3-1 atje dhe ndeshja e kthimit është bërë këtu në Kemal Stafa në këtë stadium. Kem fituar 7-1. Dhe dolëm kampion Ballkanit, është herë e parë që ekipi kombëtar U21 i Shpresave fitonte një titull kaq të madh në futboll me ekipin kombëtar Shpresa, sepse kishte dalë dhe Partizani kampion Ballkani në 71-shin. Entuziazmi i madh siç ishte në atë kohë, një gëzim i madh. Pastaj në vitet 80 u lejuan që të merrte pjesë ekipi në ekipet kombëtare dhe unë kam qenë pjesë e ekipit kombëtar, por luante gjithmonë Jani Kaçi sepse ishte një portier, thash, ka qenë nga portierët më të mirë dhe më të mëdhenj për mua, domethënë, të historisë futbollit shqiptar. Unë kam qenë pjesë e ekipit kombëtar, unë, Pandi Sara, Lili Luarasi, domethënë në atë periudhë, por luante Jani dhe ishin eliminatorit për botrorin e Spanjës 82. Partizani bëhet edhe skuadra kryesore që furnizon ekipin kombëtar. Ndeshjet me skuadra të tjera të huaja ishin edhe një test i rëndësishëm për sa i përket eksperiencës që futbollistët krijonin. Në ndeshjet e fundit kam luajtur në 81 ndeshje parë me ekipin kombëtar, thash isha pjesë e saj, por për herë të parë kam luajtur me kombëtaren, kam luajtur në 81 në 2 shtator, ndeshje parë të 81-shit kemi luajtur në Filandë, në Kotka, në qytetin Kotka të Filandës. Jemi mund 2-1, po ka qenë ndeshja ime e parë me ekipin përfaqësues që vesha. Dhe mas asaj deri në një periudhë të gjatë, deri mas ndodhisë të Lisbonës, që u jam dënuar 5 vjet. Domethënë kam qenë pjesë e pandërprer e ekipit kombëtar. Për nervin sportiv që kishte, Partizani mbetet furnizuesi kryesor me lojtarë kombëtare së futbollit. Më tepër se gjysma e skuadrës vijnë nga të kuqt. E paharrueshme është ndeshja e zhvilluar në vitin 1983 në Gjermani, ku luanin 7 lojtarë të Partizanit. Një gol nga Genc Tomori, që godet me çfarë i vjen topin, i bën gjermanët të dridhen. Das erste Tor, das Albanien auf deutschem Boden schießt. Unglaublich. Nummer 11 der Torschütze, Tomori. Por për shkak të mungesës së përvojës, një kartoni të kuq e një arbitrimi jo korrekt, gjermanët arrin të kthejnë ndeshjen. Der Torschütze. Edhe unë jam i habitur dhe një nga pengjet e mia, domethënë, është kjo që nuk e zbardhi asnjëherë, domethënë, s'u zbardha asnjëherë tamam, dhe shteti asaj kohe më dha dhe një dënim tjetër mua këtu, në vend të kërkonte të ishte ndeshje në Champions League. Lunim kundër Benficës, që Benfica atë vit doli deri në finale dhe ka humbur me penallti me Eindhovenin, domethënë. Një ekip shumë i madh. Në periudhë 4 herë fituese Champions League-s, Kupës Kampioneve siç ishte. Bëm një paraqitje të mirë. Por si duket, ata nuk ishin përgatitur që ne do rezistonim aq shumë dhe mas pjesës së parë, sa filloi pjesa e dytë, as 10-12 minuta, ka qenë një top që binte në cross nga sulmi tyre në krah djathtë dhe dalun e kap krosimin sipër kokës së një sulmuesi në plonzhon dhe në momentin që unë bin toka i bi sipër meje. Ka qenë pak a shumë nuk e pike penaltis. Në këtë moment më jep faull në favor tim arbitri dhe siç isha që po çohesha, kam qenë me 2 gjujnë tokë kështu, kur shoh më jep të verdhën. E kam parë një herë kështu, qesha me ironi dhe kam vënë topin për të bërë goditjen e radhës dhe atëherë lejoi kthimin mrapa që ta kapte portieri. Ai bie mbrojtës dhe i them lojtarit, ka qenë i ndjeri Arjan Ahmeti, i them të jap topin ma kthe dhe por në këtë kohë arbitri po thoshte fillo lojën, Arjani i thoshte që largo se po i rinte afër ky sulmuesi, Aguash ka qenë. Largo këtë i thoshte dhe
Në këtë moment, ai i tha, fillo lojën, më tha mua. I tha, Arjani, plako këtë dhe vuri dorën në xhep. Arjani kishte marrë një të verdh pjesën e parë dhe në moment thash mos i jep të verdhën e dytë për i jep të kuqen dhe i them, i nis topin dhe ma kthesh shpejt. Kjo është, e vetmja kjo është, nga i gjithë kjo është ky moment që është e filmuar dhe është në të gjitha mediat, më kthen topin Arjani, më sulmon ky lojtari dhe përsëri arbitri jep faul favorin tim dhe në moment kthehet më del me jep kartonin e kuq. Është minuta 20 dhe Musta vendos mes krahëve një top të kthyer nga Ahmetaj nën bezdisjen e sulmuesit vendas. Unë kap topin dorë, ka sulmuar sulmuesi i Benfikës, Aguash, ka dhënë faul favor dhe mbrapa më kanë nxjerr kartonin e kuq. Ndërkohë që skuadra proteston, Perez nxjerr me të kuqe edhe Ahmetaj. Ndërimet ishin bërë dhe në port hyn mes fushori, Gens Tomori. Por arbitri Perez nuk e la me aq. Për një ndërhyrje normale të frashërit, ai nxjerr sërish kartonin e kuq. Por nuk ka mbaruar. Arbitri nxjerr karton të verdh Leskajt. Lame shkon të kërkojë shpjegime si kapiten skuadre, por arbitri nxjerr edhe atij të kuqe. Turpi për këtë ndeshje skandaloze të arbitruar në mënyrën më flagrante të mundshme njanshmërisht, mbeti në fushën e portugezëve. Peshku mathe atë voglin dihet ne, por e keqja ishte sepse nuk u luftua fare për të na mbrojtur, jo për të na mbrojtur ne, por për të mbrojtur identitetin e ekipit Partizanit, që ishte Partizani i shtetit shqiptar. Pavarësisht çfarë kishte ndodhur dhe pavarësisht se skandali merr për masa ndërkombëtare, për futbollistët e Partizanit, historia nuk kishte përfunduar. Vim këtu në Shqipëri, marrim vesh, domethënë masjerën dënohet, e kam lexuar ato, dënohet ekipi, domethënë filani, sidomos unë mora dënimin më të madh, dënohet 5 vjet si kapiten e ekipit, se unë isha kapiteni i ekipit, sepse ka irrituar shokët. Kjo ishte komunikata e UEFA-s. Erdhëm këtu në vend që të na mbronte shteti, që të kërkonte filmimin e komplet, që për çfarë arsye, sepse u bë dhe gjyqi i apelit. Nuk çoj përfaqësues, si quan përgjigje që ne kemi besim ke drejtësia juaj, i futën dhe 25.000 franga gjob. Federatës atëre nuk siç është sot që përfaqëson klubi vet, atëre na përfaqësonte shteti dhe ishte federata. Futën 25.000 franga zviceriane gjob për mos pjesëmarrje në gjyqin e apelit, edhe ngeli dënimi 5 vjeçar. Më kput, si thush, në mes. Kanë përfunduar pra hymnet kombëtare të Shqipërisë dhe Italisë. Ka shumë gjëra që do bëja ndryshe, por ndryshimi ka ardhur në kohë. Kohë nuk e do ndryshoj dot. Se dinim çfarë do vitet tash, prandaj them që po të kthesh mbrapa të jesh me kohën e sotme edhe me mendën e sotme. Që ndryshojnë shumë gjëra, por asnjëherë koha nuk të kthehet mbrapsh. Dhe të duam ne. Pengu im është kjo Lisbona njëherë, domethënë, dhe një nga pengjet e mia domethënë është si blonjat, si fëmijë që u rit atje që s'pata mundësinë të luaja me flamurtarin, sepse me fëmijët kam lujt. Deri para se të vija në Tiranë, sepse kam qenë një inkuadruar në ato klasa sportive që ishin klasa sportive, po më vonë u bën klasa sportive, po në brezin tim kanë qenë shtëpitë e pionierit kurset, dhe kam qenë një angazhuar me flamurtarin, se përfaqësonim flamurtarin e Vlorës dhe në 73-shin është bërë në Vlorë Spartakiada e pionierëve të gjithë Republikës, kemi zënë vendin e dytë. Ne në Vlorë, kam qenë me Vasil Rusin, me Kreshnik Çipin, jemi një brez, një mosh, të një... Por, unë nuk e quaj atë, sepse kam parasysh flamurtarin e madh, ai që në emër është i madh.
emri Flamur. Por dhe si u rrita si fëmijë i vogël, sepse aty, domethënë, si fëmijë, si çdo fëmijë i çdo qyteti është tifoz me qytetin e vet, dhe ky është një nga pengjet që s'pata mundësi të luaja.